Afroj. Në këtras mësuese. Ishte një ditë e bukur me diell. Ana, një vajzë e vogël, me fytyrë të rrotulluar, të mbushur me çuka dhe me flokë të gjatë të detit, shkonte në ditë. Sa në minuta të parë të ditë. Fillon mësimi. Orë të parë ishte anglisht dhe mësuese fillestare Elena. Ajo në një klasë që ndosur me disa veta në dorë. Zotron në Krishtja. Paulandi smerohet dhe i ndryshon fytyra. Diç luante në mendje. Ai ishte një djalë i gjatë me trokë të shkurtër, i ardhur nga një vend i largët. Prandaj shihen e flisnin në vështirësi. Ana dhe Paulandi përpara drasës. Sa herë kam thënë, kopje nuk dua. Sa herë kam thënë, kopje nuk e faj. Po ju prap në gjoni. Tani dua të më thoni se kush e kopjoi se nga tjetri. Apo të pyja morë nga interneti. E se në mora nga interneti, velbëzon të Aulandi. E qitë klasa fillon të qesh, por një zëqerës dëgjohet të tërshëm. Qëtësi, profesore, unë kur të kopjoja, dhe të kam bërë, thot Ana në dyqarë. Nuk e ti këtë besoj, se të dyja janë një lojë, por ty të Aulandi të lumë që unë tregove burë. Dhe nga ty Ana, të të nuk e përësja. Ullën, të dy s'kafe, por profesore, ullën të tash. Lotë të Anës, mua të vjeri si në rivarë. E ka punë të vazhdoj mësimi, ajo të jashtë të shqetësuar në shoshën e saj e. Ajo nuk qante për një notë negative, nuk qante për një kapën të marë. Ajo qante vetëm për besimin. E vetë nga gjë vështirë për të kuptuar dhe me i leta për të kuptuar. Kjo e lëndonte, por edhe pika e marrë nga shokën saj në mërsiste më shumë. Nuk e kuptonte se si një person 14 vjeç mund të luajë me ndjenjat e dikujt tjetër, si kur ishte një lodër dhe kur thyhet, dhe thjesht një tjetër në kosh. Kalon nonët. Anës i kalon shumë nga dalë dhe nga të qarat të shëta, koka e përvëllonte, çdo gjë i të poshe. Mendimi që i gjimit. Pse? Që s'u beson mësuesja? Ajo e di që unë do ta bëja kur. Aq shumë mundova, të bëra mbi libra që ta arja të bëjata e se. Shkënjimi me ta Aulanda që e konsideroja të shokë. Nuk e pas kam njohë. Që të kohë kam filluar besimin e mësuesës time. Një ditë dhe një ditë, për një minutë, bëm që diçka të tretë si kur ishte klik. E shqipër në mendime, Ana nuk ditë e reazgjë që dohte për e të zaj. As mësuesen, as klasën e poshatisur. Ishte ngellur vetëm ajo, ta Aulandi dhe mësuesja. Ana, të më falësh, nuk e di përse të të shova. Më falë që të mendova. Dhe këti ta Aulandi një besim që akluar, po atë ta një e moriera. Dhe ta dish, që sot nuk e vrarë si mësuese. Këtë besim të mos apështrim të shma. Ta mësuesja, largohet në besuar. Ana që të sohet, çdo gjë ishte shtypet. Ajo fillon të qeshtë të shtypin. Sytë të lopër, i pshite mëngët e bluze. Kap shoshin nga grau, duke u hedhur dalë jashtë. E qetë se nuk e kishte humbur besimin, thahet se puna e saj nuk ishte hedhur poshtë. Ishte njohur nga mësuesja dhe shumë mirë vlerësuar. Për të prezantuar esenë më të mirë, ftoj kryetaren e bordit të prindërve, zonjën Tatjana Naci. Certificat. I jemi në vëndës, Laura Lushka, klasa e 8A, fituese në konkursin letrar, eseja me e mirë, organizuar për ndër të festave të 7-8 martë, në kuadrë të aktiviteteve shkollat që në komunitarë. Kam kënaqësinë të lexoj përpara jush esenë më të mirë, shkruar nga Laura Lushka. Nëna, gruaja dhe mësuesja. A nuk është një mrekulli fakti që femra përmban brenda vetes tre prej figurave më të rëndësishme të njeriut, nënën, gruan dhe mësuesen? Por sa respektojmë në figurën e femrës? Sa dashuri tregojmë ndaj nënës, ndaj gruas dhe ndaj mësueses tonë? Ka disa raste konkrete ku një fëmijë tregon mungesë respekti ndaj nënës së vet, duke kthyer fjalën, duke mos e dëgjuar, madje edhe duke e ignoruar atë. Por pse t'ia thënë zemrën asaj që arrit
Në rrit plot për kujdesje dhe në dhuron aq shumë dashuri. Nëna është në gjullim brojta si çdo fëmije, sepse ajo sakrifikohet më shumë se kushdo tjetër për të na mbrojtur dhe për të na rritur. Gjithashtu, gruaja ose femra adulte, në pjesën më të madhe të rasteve kish trajtohet nga shoqëria që ajo rrethohet. Disa nga bashkëshortët, në raste më të keq, duke u gëlluar prej tyre. Një pjesë tjetër nga e plorit, duke u vështirësuar punën, duke u krijuar një ambient pune plot stres. Por pse të ndodh diçka e tillë? Pse do mos e respektojmë gruan ashtu siç ajo e meriton? Fakti që ajo është më pak e fortë se mashkulli nuk do të thotë që ajo mund të dhunohet. Përndryshe, ajo duhet mbrojtur, pa kushte, duhet respektuar, pa dallim, duhet dashuruar ashtu siç ajo e meriton. Dhe mësuesja, një figurë sa e dashur aq e rëndësishme për ne. Prandaj quhet dhe prindi i dytë, sepse ashtu është, një prind i dytë, e cila na dhuron shumë dashuri, dhe na edukon, na jep një uri. Çka jemi sot është prej mundimit të mësueses dhe asaj që ajo na ka mësuar. Gjatë këtyre viteve, ka parë që disa prej nesh janë treguar në lloj të dashur mësuesen. Nuk janë treguar mjaftueshëm respekt ndaj saj, madje edhe nuk kanë respektuar fjalët e saj. Mbaj mend kur kam qenë e vogël, mësuesja ime kujdestare u përlot për një ditë për ditëlindjen e saj në organizuam një surprizë për të. Ishte bukur të shija ato lloj lumturie, e cila vjen dhe zhduket. Një pjesë të fajt për këtë e kemi pjesën e nxënësit. Ndoshta është pak e vështirë të organizoj surpriza të tilla ditët e sotme. Madje është vetëm një ditë në vit. Por pjesa tjetër e vitit shkollor do ishte fare e lehtë, sepse do na duhej vetëm që të mësoni. Do të ishte lumturia më e madhe që të mund t'i dhuroni mësuesen son, sepse nuk ka asgjë më të bukur kur shikon që puna jote është vlerur në maksimum. Por, pse ta lëtojmë nënën, gruan, dhe pse mos ta respektojmë mësuesen ashtu siç e meritojnë, do ishte fare lehtë. Do mjaftonte që nënës t'i dhuroni vetëm 10% të dashurisë që ajo na dhuron. Do ishte mjaftueshëm, pasi dashuria e saj ndaj nesh është e pafundme. Do mjaftonte të zgjidhim dialogun në vend të dhunës me gruan, respektin në vend të dhunës dhe ndërshtrimi. Do mjaftonte ta dëgjonim mësuesen, ta bënim të ndjej sikur ajo është nëna jonë, sikur siç na trajtonte ajo, si fëmijët e vet. Një shprehje thotë: luleve u nivelit e diellit, kurse femrave dashuria. Pra le të dhurojmë femrës dashuri dhe do të jemi më të lumturit në botë. Prezantoj mësuesja e koordinatore e aktivitetit. Do të ftoj në skenë drejtoresën Antigoni Kanane të na prezantoj programin më të mirë. Certificati i profesorit Claudio Fritti klasa e 8B, fitues në konkursin e brava më e mirë, organizuar kundër të festave të shtetit të që në komunitarë. Amara, një herë në kohë, në një qytet të vogël të Europës, jetonte një grua. Kjo grua jetonte në një shtëpi të vogël, larg prej syre të njerëzve. Të gjithë mendonin se ajo ishte një shtri. Por në fakt, ajo ishte një riu i dashur dhe me shpirtin më të pastër në botë. Dhe këtë nuk e dinte as burri i saj. Në një ditë të zakonshme me diell, gruaja shkoi në tregë. Të gjithë shikonin me përbuzje ose bënin sikur nuk e shikonin. Pasi ajo u largua, shielli u bë të terë. Filloi një histori e tmerrshme e cila zgjati për shumë kohë. Madhëri, kanë kaluar 15 ditë dhe ajo histori po vazhdon ende. Ka njëri prej këshilltarëve të mbretit. Veç kësaj janë zhdukur 7 njerëz. Besoj se i ka falë ajo shtriga, Amara. Ç'duhet të bëjnë? I shqetësuar, mbreti tha: duhet ta arrestojmë me një herë. Me të zbardhur dita, rojet e mbretit trukitur në
diçka nuk shkonte. Preti nga frika u fshi në birusë ku ndodhej dhe Amara. E çuditur ajo e pyet se pse ndodhi këtu. Preti me gjysmë zëri u përgjigj. Kërkoi të fshihet nga një demon i llatarshëm që po rënon gjithë qytetin. Amara krejt pa pritur del. Preti, sepse i apitur, qëndron më njarë. Nata vazhdoi të ishte e përgjashme. Pa pritur, në shell u shfaq në dritë e fortë. Ishte aq e fortë ta verbojte demonin. Ishte shpirti Amarut që u futhell në zemrat e njerëzve. Aq shumë pas të ti në shpirtrat e tyre, demoni u shkatruar. Rifilloi jeta. Tashmë Amara nuk ka vdekur. Ajo rrinte në zemrat e njerëzve. Ndoshta dhe te ti e te unë. Çmimin special të konkursit do na prezantojnë mësuese koordinatore e aktiviteteve Shkolla Qendër Komunitare, zonja Rajna. Jemi këtu që Nastasia Goreja, klasa e 8 fituese në konkursin letrar me çmimi special të esencë dedikuar vetëm ty. Organizuar për ndër të festave të 7 marsit në kuadër të aktiviteteve Shkolla Qendër Komunitare. Kam kënaqësinë të ftoj nxënësen për të marrë çmimin, gjithashtu dhe nxënësen Kristiana Rashi për të lexuar esencë që mori çmimin special dedikuar vetëm ty. Dedikuar vetëm ty. Pas në kohë, është jetuar kur bota ishte ende një qelis. Është vdekur para gurve. Është shkruar para lehtësisë, është buqitur para se të lindë muzika. Se bota do t'i jepte një dhuratë pa çmuar, një xhevahir i rrallë, që do e bëjë jetën gjithmonë të lulëzuar. Se një bekim do të vinte mbi çdo të keqe të njohur ndonjëherë. Ndjenja më sublime, një forcë supreme, e pashtershme, do të mblidhje tek një person, të cilën njerëzit në tokë do ta thërrisin në mënyra të ndryshme. Por emri i saj vërtet do të ishte nën. Kjo grua do të ishte një Feniks, një varg friksues të fuqie. Do të ishte shkëmbi më i fortë që do të bënte ballë të gjitha vështirësive. Do të ishte një kohë që ishte brisht dhe e dëmshur. Shpesh në sytë e saj do vjeshe reca pikaloti, sepse zemrën e kishte të mbushur me ndjenja, dhe ato do i shpërthejnë në sytë e sinqertë, në detin më të ngrohtë dhe të sigurt. Mbi to do të ngrihej një kujt i lartë perëndien, të cilin ironikisht ajo nuk e kërkonte. Shpirti i thoshte të ishte e lumtur dhe të jepte veten dhe më shumë. Ajo do të ishte lehtësisht dallueshme. Jo se do të marrte vetëm veshur, ndonjë mantel të shtrenjtë dhe zduitës. I mjaftonte e gjithë drita e shpirtit për ta ndriçuar. Do të ishte thjesht, madje shpeshherë me ndonjë përparëse në kuzhinë, por gjithmonë do të vijej re. Do të vijej re duke duar trokitur në rreshtin e parë të teatrit, ku vajza e saj jepte shfaqjen e parë të baletit, kur letove të mos lezinte gjumë nga merakut e salute që familja e saj të ishte sigur. Kur e bregosur do i qëndrote të birë në koka ku kishte temperaturë, kur të merre me problemet e shtëpisë adoleshente, kur të nesër me të shkonte në punë të ishte një femër e suksesshme. Të gjitha këto raste do e bënë atë të dukshme si një dritë në një tunel të errët. Nga të gjitha ato më sipër, kuptojmë se kësaj gruaje i është besuar një rol i vështirë, i mundimshëm, që do e bëjte hiçdor ndoshta tek aventja e saj.
tyre. Ama kjo nuk do të thoshte se iknin qetë. Ose ta zhurmbën kur largoheshin. Dhe zhurma e tyre ishte më thjeshtja dhe më e papërballueshmja. Ishte një zhurmë e tillë që driti e shkurte mirë themelet e ekzistencës. Pa më kuptoje se këto qenie të jashtëzakonshme nuk largoheshin ndonjëherë. Qenie të tilla pranë çdo ditë në çdo hap që hedhin, sepse kishin lënë një shenjë të tillë me jetën
shpeshuti. Pri kaprojve, lidi shpesharit. Pri dafinash, pakon shpesh gjetat. Kurse pri mjedisit, bëhet shpesh helmi. Ju nuk e njini këtë popër. Nuk e durone shpatën e të vetit, e ashtë më pak e duron shpatën e të huaj. Këtë popull e bë krenarit i luturin. Për mimale tona, fluturoj Shqiponja. Dhe për tyre jemi mësuar të shmojnë bitë çdo tjetër, liri. Edhe buka e thatë, na duket e ëmbël. Edhe gurët, na duken të butë. Edhe malet, na duken kusha. Edhe dini, na duken prapë vetëm kur jemi të lirë. Ne kemi këputur gjithmonë pranga dhe do t'i këputur ma shpri pranga tuaja. Si? Nuk kemi mësuar për shtajve të mi. A kanë gjatë në njëherë që të zini ndoj robë dhe ta bëni slavë? Jo. Tani mendoni se të ta shtini në duar pasi në shkëtyre. Jo! Nuk të ta shtini në duar asë të gjallë asë të vdekur. Kuponën e saj do ta lëshoj deu dhe su ta shqimi kur në su të tuaj. Do të bidej, se edhe pushtimi juaj do të dëshmoj namin tim. Namin e bazileshës që su velon kur të qenë. Se paku mos të shkoj pa të nërë zërë. Kur nuk të kam dhe gjua fjale, edhe pse kur nuk e tim si kam bëndi për në të ndërë. Ti me ishte që drejtuar fatin tim dhe fatin e popullit tim. Të keqen të mirën, ti kemi për mua në sot. Kur si jam nuk në sot, sepse kur si jam dashë të shqetsoj ishte të ndërë. E sot, jam pajtura me vdekjen time, por nuk të pajtot me ime për shpimin e popullit tim. Për ti, për që nami im të moshure, për që nami im të rrune. Unë që ti se shlisi shpakahia, pa më preku dora antiku dhe dore frahtara. Kujdesu, që të paspeta një dhejtje, që të rrugëzoj teme dhe të shtojnë në kore. Të kjeni bakteria dhe të shumëzën dhejtë. Të kjeni gjinëna dhe të rrugë rogjë. Përëndi, vetëm të gëtë të mirë ju e dhe vetëm të gëtë lume. A bëja e lejtur, dhe bëja frahtari. Dhe më forola e të t'i shëvorë, të gëtë. Përëndi, më gjithë njësë se herën e përëndi, se unë t'ja vete. Romake kustuan e qojzuan gjithë shka. Tani është rralla i bandere që sonë. Ikim, nuk duhemi ma. Të gjithë janë larguar. Tani, edhe ato me namë. Edhe farin shpër me tasë. Kam betur vetër. Me sëlluleve, nuk kam qitur qatërin. Kam par dashurin. Edhe atje ku ka qenë urejtja. Si gjithë nja. Dhe slikërin. Edhe atje ku ka qenë tratëria. Si gjithë nja. Kam zratur dora që të më zirët krahë si gjithë nja. Në shduruar mëzjeshe. E shikuar furori si gjithë nja. Unë e vdekur.
Apostando la